Mirë mbrëma të gjithëve, të nderuar dhe të respektuar studiues, profesor, përfaqësues të Republikës së Kosovës në Zvicër, deputet, artist, aktivist dhe ju miq të dashur, që sa herë organizojmë mbrëmje të tilla, mbushni sallat tona jo vetëm me praninë tuaj fizike, por mbi të gjitha me ngrohtësinë, respektin, mbështetjen dhe dashurinë tuaj. Faleminderit, jeni vërtet të mrekullueshëm. Ndërsa i afrohemi mbylljes së kësaj akademie solemne, kushtuar im Zot Pjetër Bogdani, dëshiroj të shpreh në emër të institucioneve tona mirënjohjen tonë më të thellë për praninë dhe kontributin e paçmuar të secilit prej jush. Sot, përmes kësaj mbrëmje kulturore, artistike dhe festive, i kemi bërë homazh njërës prej figurave më të mëdha dhe më të shkëlqyera në historinë intelektuale të Shqipërisë së Madhe. Një Dardani, emri i të cilit është gdhendur me dinjitet dhe merit në rrënjët dhe themelet kulturore të kombit dhe historisë sonë. Pjetër Bogdani ishte i peshkër, pra një apostoll i Krishtit dhe i popullit të tij i kishës, një patriot i vërtet, një studiues i mirëfillt i letërsisë shqipe, një njohës i shpirtit shqiptar, një humanist i madh dhe një martir i veçantë në kuptimin më të plotë të fjalës. Ai ishte ndër të parët që kuptoi se forca e një populli matet me fisnikrin e gjuhës së tij, thellësinë e kulturës së tij intelektuale dhe pasurinë e tij shpirtërore. Një pasqyrim i kësaj është kryevepra e tij Qeta e profetëve, e cila siç dëgjuam nga folësit, nuk është thjesht një vepër teologjike ose doktrinare, por një akt përgjithësie të jashtëzakonshme kombëtare. Një gjest me të cilin ai kërkoi t'u jepte shqiptarëve një zë, një strukturë dhe një trashëgimi gjuhësisht të dallueshme dhe letrarisht të pjekur. Nuk është rastësi që projekti i pavarësisë së Kosovës në këtë vepër është konceptuar nga fakti se presidenti historik i Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova, nxori nga kjo vepër nxori pikërisht nga kjo vepër gjithë pasurinë shpirtërore, intelektuale dhe politike të idesë së tij për një Kosovë të lirë, të barabartë me vendet e tjera dhe të pandashme nga vizioni dhe orientimi i qytetërimit perëndimor. Prandaj sot, pikërisht në ditën kushtuar alfabetit tonë, kemi privilegjin dhe nderin të kujtojmë dhe nderojmë njeriun që përjetësoi letërsinë dhe gjuhën tonë të shenjtë shqipe. Që atëherë mund të themi se u hodhën themelet për vendimin e mëvonshëm që në vitin 1908 në Kongresin e Manastirit për të kaluar nga alfabeti i Stambollit në alfabetin e tanishëm të Shqipës me shkronja të arta. Konteksti historik, politik dhe shpirtëror në të cilën jetoi Pjetër Bogdani ishte kompleks dhe as pak i favorshëm,
por me guxim qytetar, vendosmëri shpirtnore dhe një vizion të qartë perëndimor, ai e paraqiti vlerën e dijes, përkushtimit dhe sakrificës së çlirues dhe themeltar për identitetin e qartë dhe të pathyeshëm të shqiptarëve. Atyre që vranë dhe masakruan trupin e tij dhe që nëpërmjet plagëve fizike kërkuan të dëmtonin dhe helmonin rënjet tona kulturore dhe shpirtërore, Bogdani ju përgjigj me veprën e tij, të rënjosur në besim, dije, dashuri për atme dhe fe, dhe mbi të gjitha në hapje dhe dialog me kulturën evropiane të kohës së tij. Pikërisht për këtë arsye, edhe sot, në një kohë kur ende bëhet përpjekje dhe ndërmerren veprime për të shtrëmbuar historinë tonë dhe për të lëmuar rënjet tona të lashta, Bogdani duhet të përfaqësoj për ne shqiptarët një shembull rezistence dhe largpamësie. Të dashur pjesëmarrës, fjalimet, kumtesat, këngët e zgjedhura, vallet dhe ekspozita e librave dhe pikturave që kemi dëgjuar dhe po shohim gjatë kësaj mbrëmje të veçantë, shpresoj e kanë forcuar dhe pasuruar më tej kuptimin ton për jetën dhe veprën e Bogdanit. Prandaj, falenderimet tona të sinqerta shkojnë për të gjithë folësit, studiuesit dhe të gjithë ata që kontribuan në organizimin dhe realizimin e këtij festimi, i cili thjesht, por bukur dhe me elegancë ndërthur kulturën, dijen dhe traditën tonë të pasur shqiptare. Le t'i lejojmë vetes dhe vendit tonë të vazhdoj trashëgimia e tij, të ndriçoj rrugën e Shqipërisë, të Kosovës dhe të gjithë shqiptarëve kudo që jetojnë, në mënyrë që të vazhdojmë të ecim me besnikëri gjurmëve të rënjeve tona. Të dashur pjesëmarrës, dua të theksoj se aktivitetet tona organizohen pa përfshirjen e sponsorëve, por jo pa ndihmën, përkrahjen, mbështetjen dhe gatishmërinë e dhjetra, qindra do thoja vullnetarëve tanë që janë gatshëm të na mbështesin dhe bashkërisht të realizojmë vepra dhe festa të mira me vlerë për ne sot dhe brezat e ardhshëm. Prandaj, prania dhe dëshmia juaj tregojnë qartë se ne jemi një familje e madhe, gjithmonë të bashkuar rreth vlerave dhe idealeve tona kombëtare dhe shpirtërore. Dhe krejt në fund, me lejoni të falenderoj. Të falenderoj të gjithë bashkëpunëtorët tanë. Të falenderoj këshilltarët e misionit katolik shqiptar në Lucern, forumin e grave të misionit, rinin, ansamblin Shqiponia dhe 3 tjerë të cilët janë shërbim, bashkëpunëtor e shoqatës humanitare Nan Tereza, dhe të gjithë ata që në forma të ndryshme ndihmojnë, punojnë në mënyrë që dëshmojmë kulturën dhe qytetërimin tonë. Në mënyrë të veçantë dëshiroj të falenderoj ata të cilët e zbukuruan këtë ambient me piktura të cilat paraqesin kulturën dhe historinë tonë. Prandaj, e falenderoj zotëri Agem Pepaj, apo shoqatën Gjergj Kastrioti në Cyre, të cilët kanë sjell edhe bustin e herojit ton kombëtar
Gjergj Kastrioti. Falenderoj po ashtu Pren Berisha, i cili ka sjell disa piktura të cilat shpalosin atë bukuri të artit dhe atë dashuri për vendin dhe historinë tonë. Falenderoj Augustin Pergega, i cili ka sjell po ashtu nga Gjermania pikturat dhe Bogdanin e ka bën ekstra për këtë mbrëmje në mënyrë që ai qëndron jo vetëm si një imazh, pa i qëndron si një model dhe frymëzim para nesh dhe popullit tonë. E falenderoj po ashtu Kristina Martinin, Daniel Rosaj, Gjolec Deda dhe gjithë tjerë që sollën pra pikturat e tyre. Po ashtu dëshiroj të falenderoj Elena Kocaqin, profesoreshën tonë dashur dhe të nderuar, që e gjeti mënyrën me sjellë librat e saj, që e shpalosin historinë tonë, lavdin, krenarin tonë, por edhe vizionin për të ardhmen tonë. Prandaj juftojmë që ndalje të vizitoni familj tavolinën e pastër me libra, sidomos me librat e profesoreshës së nderuar, në mënyrë që duke lexuar, duke medituar, kundruar e falenderuar, të ndërtojmë tashmen dhe të ardhmen tonë. Dhe krejt në fund, dëshiroj me i falenderu artistët tanë të veçantë dhe miqt e mi, e mundë me thanë edhe miqt e misionit tonë, Besjana dhe Shkodran Tolaj, të cilët me profesionalizëm, por profesionalizmi nuk ban punë kur mungon dashnia, e këta me dashni të madhe shpalosin historinë përmes këngës dhe përmes zërit tyre të mrekullueshëm. Zoti ju bekoft dhe ju falenderojmë shumë. Dëshiroj po ashtu të falenderoj mikën tonë të çmuar, zonja Ermira Lefort, me cilën bashkëpunojmë që disa vite, ende dhe para se të veja në Zvicër, e cila vërtet nuk kursehet nga Gjeneva, merr kohën dhe me dëshirë e vullnet madh vjen dhe merr pjesë në festat tona me kontributin e saj të çmuar. Po ashtu dëshiroj të falenderoj edhe Gzim Demaj dhe Arbrin, të cilët janë ngatshëm po ashtu përmes teknikës zani të mrin sa ma mirë në zemrën tonë dhe në veshë tanë, por po ashtu të falenderoj edhe Frokun me bashkëpunëtorët e tij që përmes ingjizimit dhe fotografimit ndalin kohën me një farë mënyre dhe sa herë që do të shikojmë dhe kundrojmë këto festa të festuara, me një farë mënyre do të ngjallet malli, po dhe dëshira për të ecë përpara. Prandaj ju falenderojmë shumë. Falenderimi shkon edhe për Radio Marinë e Kosovës, të cilët janë gjithmonë gatshëm transmetojnë festat dhe kremtimet tona fetare dhe kulturore. Vërtet të dashur dëgjues, të gjithëve ju përshëndesim e ju të dashur shikues, urojmë që t'jeni kënaqur së bashku me ne me këtë mbrëmje freskije për mendjen dhe shpirtin tonë. Po ashtu falenderoj kuzhinjerët, Kastriot Frokaj dhe Vera Frokaj me grupin e trive, të cilët janë të gatshëm me shërby, në mënyrë që pas një kohë të festës, qëndrimit tonë, të reflektimit, dëgjimit, të kemi pastaj mundësi edhe të freskohemi me një pije e cila vërtet është e nevojshme dhe me ushqimet e mrekullueshme që ata din me i gatu për ne. Prandaj ju falenderojmë për zemërsisht. Krejt e fundit, ju rikujtojmë se festa nuk mbaron sonte. Ajo do të vazhdon edhe nesër. Dhe ne në orën 13:30 në Emembryke, në kishën që populli e qunë dhe kisha shqiptarve, sepse aty bashkohemi më së tepërmi. Nesër do të kremtoj meshën shajte
dhe do të lusim ndërmjetësinë e martirëve shqiptar për popullin ton, për familjet tona, që ndërmjetësia tyre të jetë vërtet një bekim dhe një nxitje për të ecur edhe ne gjurmëve të tyre. Prandaj nesër do të jenë fëmija, rinia, familjet, dveshën me kombëtare, me program të paston, i cili është i përgatit, kori i misionit, gjithmonë i gatshëm të na ndihmon, edhe ata pra nesër vërtet do të jetë urojmë bukur, që dhe zbashku me artistët tanë që i kanë përgatit këngë, në këtë mënyrë nesër të përmbyllim festën tonë, edicionin e tretë, gjurmëve të rënjeve tona. Nëse diçka ndoshta ka mujt me arrudi kanë, unë besoj se mirë kuptimi është, gjithë dhe ju falenderojmë e urojmë vërtet që edhe qastet tjera në vazhdim, pas përfundimit të akademisë, do të jetë apero e përgatitën për gjithë, dhe një orë që do të jemi një orë e gjysmë në apero, atëherë do të kemi mundësin dëgjojmë këngët e bukura shqipe, që Shkodrani dhe Besiana uroj deri vonë, do të jemi këto zbashku për të festuar festat e nëntorit. 28 nëntorin, pavarësinë e Shqipërisë. Zoti na bekoft ne, popullin ton dhe botën mbar. Faleminderit.